Skandaloze, Top Channel-i detyron kosovarët që të zgjedhin shtetin e Serbisë për ta parë Big Brotherin live. Çfarë po ndodh? Ankesa të shumta. Emisioni Big Brother VIP duket se po shkon drejt finales së madhe të 19 prillit në këtë edicion të 4 që do përmbyllet me fituesin e ri që do të lë pas Glacenon, fituesen në edicionet e kaluar. E teksa finalistët një nga një po renditen për në finale, duket se diçka me shije të keqe u ka lënë shqiptarëve të Kosovës, të cilët kanë dalë hapur në rrjetet sociale me këtë ankesë. E për çfarë bëhet fjalë? Gjithçka lidhet me deklaratën që Ledioni dha Prime-in e kaluar, teksa tha se biletat për Prime-in e finales së madhe janë duke u shitur. Kjo pasi edhe nga Heidi Baçi, e cila drejton Big Brother VIP Fan Club, tha se do jetë një skenë e madhe ku të gjithë fansat mund të jenë të pranishëm, pasi nuk do jetë vetëm një studio si vitet e kaluara, po do të jenë plot 2 studio. E duket se me njëherë pas kësaj fansat kanë vërshuar në faqen zyrtare të Top Channel-it në linkun përkatës, por diçka që nuk ju ka pëlqyer as pak shqiptarëve të Kosovës ka ndodhur aty. Në qoftë se je shqiptar i Kosovës dhe dëshiron të marrësh një bilet në finalen e Prime-it, duhet të shënosh vendin e origjinë në Serbi, pasi në linkun e dhënë Kosova nuk njihet fare. Kjo gjë ka shkaktuar pakënaqësi të madhe fansave të gjestit, të cilët janë mjaft të zhgënjur nga ky skandal, i cili ndodh edhe programit më të madh televiziv, por edhe një marke të njohur si Top Channel. Ata kanë thënë se janë tepër të mblefosur e të zhgënjur nga kjo ndodhi, teksa në regionin që duhet të ndjekësh, duhet të shënosh Serbinë për të rihyrë në finale. Shumica dërmuese kanë parë si një skandal të bigut, teksa të tjerë kanë shprehur se mund të jetë edhe për arsye fiskale mes shteteve, por kjo gjë nuk tolerohet as pak, aq më tepër që këtë vit është pikërisht një shqiptar i Kosovës gjesti, i cili ka mbajtur këtë Big Brother me shikueshmëri maksimale. Pritet të shihet nëse Topi do të reagojë ndaj pakënaqësive të mëdha të shqiptarëve të Kosovës.